Shikus të nderuar, për desertin do të bëj diçka pak më ndryshe, do të bëj një çaj indian. Indianët i njohim si popull që i përdorin shumë erëzat dhe janë shumë të pasura. Çajin që do ta bëj është të përzierje një gotë qumsht dhe një gotë ujë. Po këtyre dyjave do t'ju shtoj shumë erëza të cilat i kam përzgjedhur. Ekzistojnë variante të ndryshme me përbërës të tjerë, ose më pak, ose më shumë. Unë këto që i kam përzgjedhur, i përzgjedha sipas dëshirës dhe shijes. Ju përshtata pak më shumë, edhe të gjitha këto përbërëse gjenden në tregun tonë. Kam ngrohur enën ku të ta bëj zierjen e çajit, edhe këtu e shtojmë një gotë ujë. Sa po të filloj të vloj uji, i marrim disa erëza dhe vendosim atë të uji që të lshojnë aromen. Fillimisht e marrim çajin e zi. Çaji i zi ka përmbajtje të kafeinës, na bën më të kthjellët dhe ndihmon shumë për kockat. I hedhim këtu, çaji do të bëhet për 2 persona, i hedhim gati një lugë gjelle çaj të zi. Pastaj e marrim xhenxhifilin e freskët. Xhenxhifili i freskët që është me levozhk, unë e kam qeruar me ndihmën e një luge dhe e presim holl-holl në feta. Ka shije të ngrohtë, pak pikante, është anti-inflamator dhe ndihmon shumë për tretjen, për kollitjen, edhe për kockat. Xhenxhifilin. Pastaj e marrim karanfilin. Karanfili ka formën e një gozhde, ka ngjyrë të mbyllët, është shumë aromatizues, ndihmon shumë për qetësimin e të dhimbjes së barkut, të kokës. Karanfili munden edhe me zi me i vendosë në gjysmë gote ujë, edhe me shtu shumë fijet karanfilit, edhe e lëni në kavanoz, në frigorifer, atëherë sa herë bëni çaj, mund ta hedhni nga një lugë lëng karanfilit. Edhe këtu te ena po i vendosi 2 fije karanfil. Pastaj tjetra, kam zgjedhur piper kokër të freskët, cila do t'i shtypi 2-3 kokra me havan. Këtu do të shtypen. Piperi i zi ndihmon shumë për tretjen, edhe ndihmon edhe për forcimin e kockave, është anti-inflamator. Këtu kam farat kardamom, janë shumë aromatizuese, kanë shijen e limonit, hynë në familjen e xhenxhifirit dhe janë me levozhk. Kur qërohen, duken kështu të brenda, e kam pamjen si të piperit. I kam qëruar më herët, por unë do t'ju demonstroj njërën. Qohen në mes, me thik. Qohen në mes, edhe pastaj brendësin e hedhim këto kokrat. Këtu te havani që do t'i shtypim. Dhe pastaj vazhdoj procedura me këto tjera që i kam bërë më parë. Janë shumë aromatizuese, kardamomi gjendet në tregun tonë, ka një shije të ëmbël, shumë aromatizuese dhe mund të përdoret në ëmbëlsira. I shtypim. Çaji do të kullohet para se të pihet, po kur shtypen, më shumë i absorbohet shija dhe aroma. Ndjehet më shumë. Pastaj i shtojmë edhe ekstrakt vanilje, një aromë e mrekullueshme, si dhe ka një veti qetësuese vanilja, si dhe ndihmon shumë kundër plakjes. Dhe në fund e shtojmë një gotë qumësht. Kur e vendosim qumshtin, duhet të arrijë në temperaturë jo maksimale, nuk duhet të lëm që të vloj, uji ka vluar, por qumshtin e lëjmë, sa po të filloj të vloj, prap e largojmë. Prap e vendosim, vetëm sa të fillojnë të lshojnë të gjitha erëzat, aromat e tyre të fantastike që i kanë. Dhe në fund, kur të kullojmë çajin, mundemi me shërby me mjalë për të ëmbëlsuar. Dhe çaji është gati, e kam larguar nga pllaka, është trashur pak nga qumshti,
dhe me ndihmën e një kullonëse e shërbejmë në gotë. Një aromë fantastike, shumë e përshtatshme në sezonin e dimrit. Dhe çaji, kur të jetë i gatshëm për t'u pirë, që të zbret në temperaturën, i hedhim edhe mjaltën, sepse në qoftë se është në temperaturë të lartë, atëherë mjalta i humb vlerat e saj ushqyese. Mjaltën gjithmonë e hedhim me lugë të drunit, sepse e humb me prekje me aluminin, e humb vitaminën E. Ka shikus të nderuar për desertin, shpresoj nëse e përgatitni këtë çaj, do të ëmbëlsoheni shumë. Shikus të nderuar, kaq kisha edhe nga recetat e mia. Shpresoj që kanë ju pëlqy. Në vazhdim ju ftoj të ndjekni kolegët e mi, si dhe mos harroni të na ndjekni në rrjetet sociale. Deri atëherë, mirupafshim.